Edhe nesër do të bëhet përpjekje për ta konstituar Kuvendin e Kosovës, ende s'ka sinjale se mund të ketë lëvizur diçka. OVLUÇK, si shkruan Grenellit, kërkon rishikim plot dhe hetim të pavarur për mënyrën se si funksionon specialja. Kreu i kryeqytetit Përparim Rama premton se nga nesër rikthehet shërbimi qëndrueshëm i mbledhjes së mbeturinave. Papa i ri i zyrtarisht shërbimin premton se do ta ruajë trashëgiminë e Kishës Katolike dhe se nuk do të qeverisë autokrat. Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Për të 18 herë, nesër do të bëhet përpjekje për konstituimin e Kuvendit Kosovës në seancën e cila është thirrur për orën 10:30 apo brenda 48 orëve nga seanca që dështoi dje. Në seancën e djeshme, jashtë rutinës ishte vetëm kërkesa e kryesuesit që vjen nga vetëvendosje që seanca të mbahen çdo javë. Këtë e kundërshtoi opozita e deri tashme, me që rregulloria parasheh vazhdimin e seancës brenda çdo 48 orësh. Për shkak të ngërçit krijuar, presidenti atakoi ditë më parë gjitha grupet parlamentare, por nga takimet nuk doli asnjë rezultat konkret. Osmani ka shprehur gatishmëri që t'i takojë edhe ndaras liderët politik për konsultime në favor të gjetjes së një zgjidhje. Por ngërçi i tillë politik po vlerësohet se do të sjellë pasoja për ekonominë e vendit. Banka Botërore tashmë ka paralajmëruar ngadalësim zhvillimit ekonomik për si vjet në Kosovë. Situatën, sipas njozve të fushës, pritet ta rëndojë edhe më shumë ngërçi politik në vend. Kjo pasi edhe shumë marrëveshje ndërkombëtare financiare kanë mbetur pa u miratuar gjatë legjislaturës së kaluar. Në mesin e tyre është edhe marrëveshja e financimit me Asociacionin Ndërkombëtar për Zhvillim, si dhe ajo e kredis me Bankën Evropiane për investimet projekteve në KEK. Kush është për? Të shtunën ka dështuar edhe tentativa 17 e konstituimit të Kuvendit të Kosovës, por cili do të jetë ndikimi i mos formimit të institucioneve në zhvillimin ekonomik të vendit. Pasojat janë serioze, paralajmëron kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna. Ai theksoi se mos konstituimi rrezikon ekonominë, investimet dhe reformat në vend. Do të jenë pasoja të mëdha, se këto pasoja nuk mund të eliminohen brenda natës, jave ose muajve. Këto pasoja do të shifen tutje. Ne jemi shumë mbrapa me të bërit reforma, jemi shumë mbrapa me aprovimin e shumë marrëveshjeve ndërkombëtare. Jemi shumë mbrapa me themelimin e qeverisë që biznesi ka nevojë shumë për të ndërmarrë masa, kuptimin e politika fiskale, në kuptimin e çështjes së energjisë elektrike, që është një çështje shumë urgjente për mi dhënë një zgjidhje të mirë, një zgjidhje të pranueshme për biznesin. Edhe Alianca Kosovare e Bizneseve e sheh situatën me shqetësim të madh për efektet nga mosformimi i institucioneve. Ndikon dukshëm dhe do të ketë pasojë të mëdha ekonomike dhe financiare, për arsye se mos konstituimi i Kuvendit dhe mos ratifikimi i disa marrëveshjeve ndërkombëtare që kanë të bëjnë me mbështetjen e Kosovës e që kanë vlerën rreth 1 miliard euro, por rrezikojmë të humbum për shkak se Kuvendi nuk është aktiv dhe qeveria jo. Njohësi çështjeve ekonomike, Safet Gërgjaliu, thotë se kriza politike ka ndikim të drejtë për drejtë në shumë sektor, duke thelluar pasiguritë ekonomike dhe sociale. Efektet e kësaj krize dhe mos konstituimit të institucionit që nga Kuvendi dhe gjetju Kosovën e dëmton në masa të shumta apo në dimension të shumta. Në aspektin ekonomik është utopike të mendohet se Kosova do të ketë zhvillim ekonomik pa një partneritet të mirëfillt me Bashkimin Evropian, vetë fakti që Kosova do të jetë anashkaluar për këtë vit sa i përket pjesës së vet nga programi i rritjes dhe i zhvillimit të Ballkanit Perëndimor është e para, rënd të dytë në këto rrethana si mund të mendohet atraktiviteti për investorë dhe për investimet të huaja. Në aspektin social, vërtet jemi në një kohë të inflacionit, në një kohë kur kriza çdo ditë është më e thellë.
Gërgjaliu shton se ndikimi do të jetë edhe në aspektin politik në agjendën e Këshillit të Evropës dhe anëtarësimin në institucione të ndryshme kredibile. Nga ana tjetër, pa një parlament të konstituar dhe pa një qeveri funksionale, duket se nuk mund të nisin as procedurat bazë të ratifikimit të marrëveshjeve me BE-n, që është parakusht për disbursimin e këstit të parë nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian. Malizi është tashmë përfituesi i radhës i këstit të parë nga plani Evropian i rritjes, duke lënë kështu vetëm Kosovën dhe Serbinë pa mjetet fillestare financiare nga paketa më ambicioze evropiane që synon dyfishimin e ekonomisë së Ballkanit Perëndimor në 10 vjeçarin e ardhshëm. Në të dy rastet, ndonë se për arsye të ndryshme, vonesat janë më shumë politike se sa teknike. Serbia ka përmbushur të gjitha procedurat teknike për disbursimin e fondeve, por në Bruksel ekziston një hezitim i qartë për të kaluar në veprim. Dërgimi i mjeteve financiare, menjëherë pas vizitës së presidentit serb në Moskë, mund të krijonte perceptimin se disbursimi i fondeve po interpretohej si shpërblim, me që Brukseli kishte kërkuar qartë nga Aleksandar Vučić që të mos e vizitonte kryeqytetin rus. Kosova ndërkaq mbetet pengi një situate të zvarritur institucionale. Pa një parlament të konstituar dhe pa një qeveri funksionale, nuk mund të nisin as procedurat bazë të ratifikimit të marrëveshjeve me Bashkimin Evropian, që është parakusht për disbursimin e fondeve. Skenari ideal për shumë kënd në Bruksel do ishte që mjetet financiare të dërgohen njëkohësisht edhe Prishtinës edhe Beogradit. Megjithatë, duke marrë parasysh rrethanat lidhur me themelimin e institucioneve në Kosovë pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, ka pak gjasa që Komisioni Evropian të ketë vullnet të pres përmbushjen e kritereve në Prishtinë në mënyrë që mjetet të dërgohen njëkohësisht. Kjo sepse edhe nëse institucionet kosovare formohen së shpejti, sipas njosve të proceseve, do të duhen edhe 2 deri 3 muaj për të përmbyllur procedurat e brendshme para pranimit të këstit të parë nga Komisioni Evropian. Besim edhe më tutjet e fondet e huaja. Komunat e Kosovës rrezikojnë të humbasin deri në 15 milion euro nga fondet e Komisionit Evropian, siç thuhet si pasojë e një neglizhence të Ministrisë së Administrimit Pushtetit Lokal. Të paktën, shqetësimin e tillë ka ngritur Asociacioni i Komunave të Kosovës, i cili ka kërkuar urgjentisht llogaridhënie dhe transparencë nga autoritetet qendrore. Ministria në fjalë deri tash nuk është përgjigjur pyetjeve të RTK-s për këtë çështje. Komunat rrezikojnë të humbasin deri në 15 milion euro nga fondet e Komisionit Evropian si shkak i neglizhencës së Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal. Kështu ka deklaruar drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi. Ai tha se fondet në fjalë synonin forcimin e qeverisjes lokale dhe përmirësimin e shërbimeve publike për qytetarët. Sipas tij, propozimi dorëzuar nga MAPL është refuzuar nga Komisioni Evropian për shkak të mospërmbushjes së standardeve dhe kritereve të kërkuara nga BE-i. Në takimin e fundit të Komitetit Drejtues të projektit Demos, projekti Demos është një projekt i cili që disa vite me radhë ka bashkëfinancuar shumë projekte në nivelin lokal, po them bashkëfinancim se aty janë mjetet e Komisionit Evropian, mjetet e Agjencisë për Zhvillim Zviceran, SIDA suedeze, ambasadës norvegjese, dhe disa mjete nga Qeveria e Republikës Kosovës. Në takimin e fundit të këtij komiteti drejtues është vërejtur një shqetësim nga Bashkimi Evropian drejtuar Ministrisë së Pushtetit Lokal, ku Ministria e Pushtetit Lokal mund t'i humbë deri në 15 milion euro, për shkak që në projektin e propozuar ndaj Komisionit Evropian apo Bashkimit Evropian, disa standarde të cilat janë kërkuar nga Bashkimi Evropian nuk kanë qenë të parapara në propozimin e MAPL-s. Ai ka kërkuar llogaridhënie të menjëhershëm mbi procesin e aplikimit, derisa ka paralajmëruar se do të ndërmarrë të gjitha hapat institucionale për të mbrojtur të drejtën e komunave për të përfituar fondet evropiane. Deri me tani, MAPL nuk ka kthyer asnjë përgjigje pas interesimit të RTK-s lidhur me këtë çështje.
por se sipas Ibrahimit në një përgjigje nga zyra e kryeministrit për Asociacionin e Komunave të Kosovës, thuhet se janë duke punuar me BE-n sa i përket programit të fondeve IPA për vitet 2025-2027. Flasim tani për një temë tjetër. Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës ka njoftuar se ja ka dërguar një letër emisarit të posaçëm të SHBA-s për misionet veçanta Richard Grenell për të shprehur shqetësimin me qëllimin e vërtet të speciales. Në letrën e OVL të UÇK-s thuhet se gjykata speciale ka devijuar nga qëllimi i saj fillestar për drejtësi dhe shndruar në armë politike. Kërkojmë një rishikim të plot, një auditim financiar dhe një hetim të pavarur për mënyrën se si funksionon kjo gjykat dhe se si zyrtarët e saj jetojnë si mbretër, ndërsa luftëtarët tanë të lirisë mbahen në përqëli vetëm se kanë mbrojtur atë. Nëse liria ka kuptim, nëse drejtësia nuk është vetëm një fjalë, por një parim, atëherë kjo nuk mund të tolerohet. Ne luftuam kundër Miloševićit për ta ndalur pikërisht këtë lloj abuzimi, dhe do të ngrem zërin sërish, thuhet ndër të tjera në këtë letër. Shqetësim për specialen, po ngren edhe ekspertët e sistemit të drejtësisë. Ata së fundmi kanë ritheksuar se dhomat e specializuara nuk po e respektojnë parimin Lex Mitior si një standard ndërkombëtar i së drejtës penale. Për më tepër, shmangjen nga ky parim po e shohin në shpërputhje me nenin 7 Konventës Evropiane për drejtat e njeriut dhe nenin 12 të ligjit për dhomat e specializuara. Njohësit e sistemit të drejtësisë kanë ngritur kohët e fundit shqetësimin se dhomat e specializuara në Hag nuk po e respektojnë parimin Lex Mitior si një standard ndërkombëtar i së drejtës penale. Kësaj, Ameralia nga Fondi për të drejtën humanitare thot se bazuar në këtë parim, në rastin konkret duhet të zbatohet ligji i Jugosllavisë, si ligji më i favorshëm për të akuzuarin për sa kohë ai ishte në fuqi në kohën e kryerjes së veprës dhe parashihte dënime më të ulta. Rastin e Sali Mustafës, dhomat e specializuara janë duke e aplikuar kodin aktual penal, i cili sipas mendimit tim është më i ashpër në krahasim me ligjin e RSFJ-s. Dhe për këtë arsye është duke u shkelur sipas mendimit tim parimi Lex Mitior. Është një shkelje e Konventës së 7, e cila kërkon që me rastin e aplikimit të dënimit të zbatohet ligji më i favorshëm që nga koha e kryerjes së veprës penale deri më sot. Ndërsa avokati Taulant Hodaj vlerëson se politika ndëshkimore në dhomat e specializuara në Hag, me dënimin minimal dhe maksimal, do të sqarohet kur dhoma e specializuar e gjykatës kushtetuese të ketë një vendim përfundimtar për rastin e Salih Mustafës. Tani në kushtetuese do të zgjidhet, domethënë kjo dilemë se është organ përfundimtar që jep interpretimin në lidhje me legjislacionin qoftë kushtetutën dhe praktikën apo ligji aplikueshëm që aplikohet pranë gjykatës speciale, dhe ata do të jenë autoriteti përfundimtar që do të vendosin se cili ligj apo cila është lartësia maksimale e dënimit që aplikohet për veprat penale për krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit në rastet kur dënohen pranë gjykatës speciale. RTK ka marrë një përgjigje edhe nga specialja në Hag. Sipas ligjit, dhomat e specializuara mund të shqiptojnë kundër personave të dënuar për krime lufte burgim deri në një afat maksimal të burgimit të përjetshëm. Në shqyrtimin e dënimit që do të shqiptohet, dhomat e specializuara e marrin parasysh shkallën e dënimit për atë krim e përcaktuar sipas ligjit të Kosovës në kohën e kryerjes së tij, si dhe ndonjë shkallëzim të metutjeshëm dënimi më të butë për krimin e parashikuar në ligjin e Kosovës. Thuhet në përgjigjen e specialës. Krah për krah me presidentin Rus Putin, ai Serbisë Aleksandar Vučić qëndroi ditë më parë teksa u shënua dita e fitores së Rusisë. Bashkëpunimi Serbi-Rusi në mbledhjen e armatimeve dhe qasja destabilizuese e këtyre dy shteteve po shihet me shqetësim nga krerë të institucioneve të sigurisë në vend. Pjesëmarrja e presidentit Serbisë Aleksandar Vučić në ditën e fitores së Rusisë
Sipas ministrit kosovar të mbrojtjes, tregon se ky shtet edhe mëtej nuk ka ndryshuar qasjen pushtuese dhe destabilizuese. 9 maj ishte data kur Rusia shënoi ditën e fitores. Krah presidentit rus Vladimir Putin dhe liderëve të tjerë autokrat, aty mori pjesë edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Pjesëmarrja e Vučićit në këtë paradë nxiti reagimet të shumta të liderëve evropian, por edhe atyre kosovar. Ministri në detyrë mbrojtjes Eyüp Maqedonci ka thënë se vetë prezenca e Vučićit në paradën ushtarake në Moskë është dëshmi e lidhjeve të forta që ka Serbia me shtetin rus. Serbia po vazhdon të dëshmoj çdo ditë e më tepër lidhjet e saj me vendet autokratike, me aleatët e tyre historik, siç janë Federata Ruse, por edhe vendet e tjera, jo vetëm formalisht duke qenë pjesë e aktiviteteve siç ishte parada ushtarake në Moskë, por edhe më saktësisht duke bashkëpunuar edhe në fushën e armatimeve, edhe të blerjeve ushtarake. Duke qenë e tillë, Maqedonci tha se qasja pushtuese, destabilizuese e Serbisë është e shkruar edhe në kushtetutën e këtij shteti, duke mbajtur Kosovën pjesë të saj që shpërfaq në vazhdimsi synimet në raport me Kosovën. Serbia nuk ka ndryshuar qasjen hegemoniste në raport me Kosovën. Kjo pasqyrohet në vazhdimsi, si në deklarimet e tyre, si në veprimet e tyre, si në aktivitetet e tyre, por gjithashtu si edhe në mbështetjen që institucionet e sigurisë në Serbi i japin elementve që kanë zhvilluar sulme dhe aktivitete terroriste e kriminale kundër vendit tonë. Ai foli edhe për nënshkrimin në mars të memorandumit trepalësh në fushën e mbrojtjes ndërmjet Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës, duke thënë se nuk ka pasur synim kërcënimin e askujt. Kjo deklaratë e përbashkët ka pasur synim që të lidhë mes vete shtetet që ndajnë të njëjtat vlera në mënyrë që të jemi të gatshëm që të mbështesim njëra tjetrën në rastet kur cënohet siguria e gjithë Ballkanit Perëndimor. Sulmi terrorist i një formacioni para ushtarak serb i 24 shtatorit 2023 në Banjs, ku mbeti i vrarë Rreshteri Afrim Bunjaku, dhe sulmi tjetër terrorist në infrastrukturën kritike në kanalet e Iber Lepencit në fshatin Varrak të komunës së Zubin Potokut, janë dëshmi e pretendimeve të Serbisë ndaj Republikës së Kosovës. Në 26 vjetorin e rënjes, në varrezat e fshatit Barilev, është përkujtuar veprimtari dhe humanisti Gjevdet Leci. Leci ishte një veprimtar dhe humanist shqiptar nga Kosova, i njohur për angazhimin e tij të palodhur në mbrojtje të drejtave të shqiptarëve gjatë viteve të 90-ta, në një periudhë të rëndë nën regjimin serb. Në varrezat e fshatit Barilev janë bërë homazhe përkujtimore në nderim të 26 vjetorit të rënjes heroike të veprimtarit dhe humanistit Gjevdet Leci. Në këtë ceremoni mori pjesë edhe kryeministri në dorëheqje Albin Kurti në shenjë nderimi për kontributin e Lecit në shërbim të çështjes kombëtare dhe humanizmit. Gjevdet Leci gjatë viteve të 90-ta punoi ditë-natë për mbrojtjen e të drejtave shqiptarëve, për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, ishte edhe patriot, edhe humanist, dhe në të njëjtën kohë zgjeronte, thellonte, ngriste rezistencën e popullit ton, e cila fillimisht ishte paqësore, parmatosur, e më pastaj edhe kryengritje armatosur shlirimtare e udhëhequr nga UÇK-ja. Edhe qytetar, familjar, miq e bashkëveprimtar morën pjesë në këtë ngjarje përkujtimore për të nderuar kujtimin dhe veprën e tij. Gjevdeti jo vetëm se ka qenë veprimtar për të drejtat e njerëzit, por ka qenë edhe humanist, aktivist i kulturor, në kuadër po ashtu të institucioneve të Kosovës në Këshillin për financim të asaj kohe. Vdekja e ka gjetë në krye të detyrave, të cilat në vitin 99 është angazhuar për postjerash edhe në përcjelljen e gjendjes së të drejtave të njerëzit në zonat e luftës. Leci u vra me 17 maj 1999 gjatë luftës në Kosovë, duke u bërë simbol i sakrificës për lirinë dhe të drejtat e njerëzit.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka përkujtuar veprimtarin dhe politikanin Agim Kikaj në 8 vjetorin e ndarjes nga jeta. Përmes një deklarate publike, Abdigjiku e ka përshkruar Kikajn si një figurë të shquar të angazhimit politik dhe një ndër kontribuesit më të mëdhenj të LDK-s në kohë sfidash për vendin. Ai theksoi se Kikaj nuk e pa politikën si privilegj, por si një përgjegjësi të madhe ndaj qytetarëve dhe vendit. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama ka deklaruar se nga nesër pritet kthehet në normalitet gjendja sa i përket mbledhjes së mbeturinave. Rama ka shkruar se po i shfrytëzojnë gjitha kapacitetet alternative për ta menaxhuar situatën me mbeturinat në kryeqytet, të shkaktuara nga ndërprerja e shërbimeve të ndërmarrjes pastrimi. Kjo situatë, sipas Ramës, është kulmi i papërgjegjësisë institucionale dhe një praktike të përsëritur të shantazhit. Përkundër miliona eurove të investuara ndër vite, shërbimi i kësaj ndërmarrjeje ka qenë i paqëndrueshëm dhe për fat të keq është përdorur si instrument shantazhi për interesa të ngushta, shkroi Rama. Gjatë vikendit, ekipet tonë alternative kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë në terren 24 orë për të rikthyer situatën në kontroll. Këto ditë ka filluar ndërtimi i kanalit Ujitjes rreth 3 kilometra i gjatë në rrezar të Deçanit. Kjo i ka gëzuar fermerët sepse, siç thonë, për vite me radhë tokat e tyre kanë qenë pa ujë e si pasojë edhe pa prodhime bujqësore. Pritjeve të gjata të banorëve të rrezarit të Deçanit dhe fshatrave tjera përreth për ndërtimin e kanalit të Ujitjes për tokat e tyre bujqësore, duket se po u shihet fundi. Kjo pasi këto ditë ka filluar ndërtimi i kanalit rreth 3 kilometra i gjatë. Fermerët janë shprehur të kënaqur sepse, siç thanë ata, për vite me radhë tokat e tyre kanë qenë pa ujë e si pasojë edhe pa prodhime bujqësore. Për këtë vijë kam për 125 vjetë. Me që të vijë të Ujitjes, ujitën 100 hektar tokë pjellore. S'ke pas më shka me ujtë. Toka pjellore nga ka dalë me shëndru livallë, që në livallën, kullosa, për munges të ujtë. Kemi vujtë shumë. Kemi pas probleme gjithë kohën. Ka 2 vetë u dash kemi hapë këtë kanal i thjeshtë si o konë. Plus dekteri atje në Pozhar me problemet ndryshme, nuk e lojnë ujtë mirë, po tash që qërë Zotit, po bëhet kanali i ri, ndoshta edhe menaxhimi bëhet i mirë. Toka tona na ka duhet me mirë tërhojna ose me lo batam një fakurme. Kto që ky kanal është shumë i rëndësishëm për fshatin tonë, se i ka dy të mira, edhe ujë të toka, edhe mushën banorët e ujit të pijes. Me anë të këtij kanalit të Doraput, u isin pronat e tyre bujqësore, pothuajse 80% e fshatarëve, banorëve të Erznishit, njëkohësisht edhe një pjesë e fshatrave të tjera për rreth, dhe muj me thonë me kompetencën e plot se një nga projektet më të rëndësishme të komunës Deçanit zhvillum edhe realizum vite të fundit është ndërtimi dhe betonimi i kanalit të Doraput. Mungesa e këtij kanali ishte një breng jo vetëm e fermerëve të këtij lokaliteti, por edhe institucioneve komunale, thot drejtori për bujqësinë e Deçan. Edicionin e vazhdojmë me informacionet kryesore nga arena ndërkombëtare. Papa Leoni XIV, pas meshës inauguruese, është takuar me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky. Në anën tjetër, Rusia gjatë natës kaluar nisi sulmin më të madh që nga fillimi i luftës me fluturake pa pilot ndaj caqeve ukrainase. Saluto e ringrazio tutti voi, romani. Papa Leoni XIV ka mbajtur meshën e tij inaugurale, të parën si kreu i kishës katolike, gjatë së cilës mes tjerash foli për marginalizimin e të varfërve, autokracinë në rritje, si dhe për luftën në Ukrainë. Pas meshës, Papa u takua me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, takim gjatë së cilit kreu i kishës katolike përsëri ofroi Vatikanin si vend për takim eventual mes presidentit Ukrainas Zelensky dhe atij rus Vladimir Putin. Pas takimit, Zelensky falënderoi Papën e ri për përkrahjen që ai ka shprehur për Ukrainën, si dhe gatishmërinë e Vatikanin që të bëhet platformë për negociata direkte mes dy palëve. Përkrahja e Papës Leoni XIV për Ukrainën
qëndron në kundërshtim me politikat e paraardhësit të tij, Papa Franceskut, i cili shpesh herë u kritikua për qëndrimet, të cilat shiheshin si pro-ruse. Ndërkohë, nga Ukraina është njoftuar se Rusia gjatë natës së kaluar nisi sulmin më të madh me fluturake pa pilot që nga fillimi i luftës. Sipas zyrtarëve në Kiev, forcat ruse kanë lansuar më shumë se 273 fluturake pa pilot drejt saqeve në pjesë të ndryshme të Ukrainës. Edhe pse mbrojtja ajrore arriti që të rrëzon apo ndalon në mënyrë elektronike shumicën e tyre, disa prej fluturakeve arritën deri te saqet, duke shkaktuar dëme dhe viktima civile. Sulmi erdhi një ditë para bisedës së paralajmëruar telefonike mes presidentit amerikan Donald Trump dhe atij rus Vladimir Putin. Shumë analistë kanë thënë se besojnë që Kremlini në këtë mënyrë ka dëshiruar të tregon se ka superioritet në fushë betejë, përderisa shtëpia e bardhë ende nuk ka komentuar atë këtyre sulmeve. Edhe forcat izraelite kanë filluar operacione gjëra toksore në rripin e Gazës. Njoftohet se më shumë se 140 civil palestinez janë vrarë si pasojë e bombardimeve të natës së kaluar. Forcat mbrojtëse të Izraelit kanë njoftuar se kanë filluar me operacione masive toksore në rripin e Gazës, ofanzive quajtur Operacioni Gideon, e cila sipas Tel Avivit ka për qëllim shkatrimin e Hamasit dhe pritet që do të përfshijë të gjitha pjesët e territorit. Është raportuar edhe se forcat izraelite momentalisht janë duke mbajtur në rrethim spitalin në Beit Lahia, njërin prej pak qendrave mjekësore operacionale në rripin e Gazës. Lëvizje e cila sipas organizatave humanitare do të ketë pasoja të rënda për civilët palestinez. Gjithashtu është njoftuar se si pjesë hapse e këtij operacioni, aviacioni izraelit goditi 670 saqe në Gaza, të cilat, sipas Tel Avivit, kanë qenë saqe që i takonin Hamasit. Por autoritetet në rripin e Gazës thonë se shumica e saqeve të goditura gjatë natës së kaluar kanë qenë saqe civile dhe shtojnë se si pasojë e bombardimeve janë vrarë më shumë se 140 civil, përderisa afro 400 të tjerë janë plagosur. Kombet e Bashkuara, grupet humanitare dhe shumë vende të botës kanë denuar ofanziven e re izraelite, duke thënë se ajo do të sjellë deri te vuajtjet e reja të civilëve. Por Tel Avivi zyrtar deri me tani nuk është duke dhënë shenjat që presioni ndërkombëtar po ndikon në mënyrën e udhëheqjes së kësaj lufte. Përkundër shkatrimit masiv në Gaza, grupet militante duket se kanë arritur të ruajnë së paku një pjesë të armatimit dhe fuqisë. Është njoftuar se militantët palestinez kanë arritur të lancojnë raketa drejt Izraelit, përderisa raportohet edhe për përleshje të ashpra mes luftëtarëve të Hamasit dhe ushtarëve izraelit në disa pjesë të rripit të Gazës. Shikues të nderuar, për të mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, na ndiqni dhe pëlqeni edhe në rrjetet sociale, aty ku informacioni vjen shpejt dhe sakt. Dhe mos harroni, jemi gjithmonë live në rtklive.com. Kaq për këtë edicion qendror, ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim në edicionin orës 23.